Mendon se tjerë duke dinë se mbrojti vetë e ti dhe ju lubin. Mendon se tjerë duke dinë se linda e Akshit së është gjë tjetër vetëm maska e lindës Surrelit. Dhe akoma më shumë, pra, dhe vërteta është që Shqipëria po ndëshkohet, pavarësisht ka mashtrimet e tij, por një breshëri kushtesh të reja vendosën dhe de facto pas proceseve të mundshme të antarësimit të Islandës dhe Norvegjisë, Shqipëria largohet me Edi Ramën me shpejtësi nga mrapa nga horizonti. Dhe ky mendon se çdo gjë do ta kaloj me mashtrimet e tij. Ky mendon se duke deklaruar se ka më pak korrupsion se ç'kishte, bëhet i besueshëm në një kohë kur të gjithë e kuptojnë që kryehajduti i vendit është vetëm ai. Del nga salla në sallë me patronazhistët dhe u thot punë të Shqipërisë. Unë u them qytetarëve, demokratë socialist pa parti, punë të Edi Ramës janë sarajet e Surrelit. Punë të Edi Ramës është pallati Linda Ramës në Paj pa asnjë faturë, tatimore, doganore apo të çfarëdo lloji. Punë të zezat e Edi Ramës është porti i Durrësit, që shkon disa miliarda. Punë të zezat e Edi Ramës është tuneli Llogaras. Punë të Edi Ramës, apo ato që lavdoraj, është autostrada Librash Dragushtur, e shemur si sigur të kesh hedhur kur në një bombë më të madhe që ekziston. Punë e tij është vepra, është rruga Quks Qaf Ploç, rruga Korç Kolonjë, janë rrugë të shemura në 4 anë të vendit. Punët e tij janë çmimet e 10 fishta për 1 kilometër rrugë të ndara me anturażhin e tij. Punët e tij janë çmimet, zhdukja 100% e investimeve siç është Djegësi Tiranës, apo 75 milion euro, vetëm një tender i Linda Ramës, i kunatit saj, për inteligjencën artificiale. Në një kohë kur Kina për DeepSeek ka shpenzuar 6 milion euro. Dhe Edi Rama për inteligjencën artificiale që nuk ekziston, ka inkasuar 75 milion euro. Pra, këto janë punët dhe qytetarë duhet ta dinë, pa nuk takohet me qytetarë, takohet me patronazhistët, një racë kriminalësh elektoral, të cilët janë absolutisht do marrin drejtësia për ta, nuk vonon dhe do të dënohen dhe shkohen si kriminal elektoral në këtë vend. Dhe kanë zëvendësuar plotësisht policinë politike. Policinë politike të ish sigurimit të shtetit vendorës. Këtu e kam një mesazh që më dërgon njëri për Gjuzin, Flamur Gjuzi, i cili i merr punojësit dhe u thot, partia ime këto, don këto ose ik. Bën pra një diferencim politik, të cilin e bënte në Kosovë regjimi Miloševićit. Ky është diferencimi politik që kanë filluar këta patronazhist hajdut të bëjnë ndaj qytetarëve. Dhe ky Flamuri, s'është përjashtim, është vetëm një, janë shumica e patronazhistëve janë të tillë, sepse kanë hall të mbrojnë vjedhjet e tyre, të mbrojnë krimet e tyre. Ne do të qëndrojmë dhe qytetarët e Durrësit, jam i bindur se do të qëndrojnë
në mbrojtje të kësaj pasurie të madhe publike dhe Edi Rama nuk do mund kur të kapërcej këte vjedhje të madhe që po bën Durrësit dhe Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit, doktor Bergj.